Në vazhdimin e seancës konstituive, nuk propozuam një emër për kryetar kuvendi, ndonse i kemi votat për një gjë të tillë, me qenë se çfarë do konstituimi i kuvendit, pa marrëveshje politike, që do të garantonte qëndrimin në sallë dhe votimin për presidentin e Republikës, pashmangshëm do të na shpjente tek zgjedhjet e reja, të përsëritura, të parakoshme, të parësyshme, të panevojshme dhe gjithsesi të dëmshme. Andaj insistimi ynë i drejtë dhe i dobishëm është që të ulemi, të bisedojmë, të merremi vesh dhe vetëm nga lartësia e një marrëveshje politike dhe nga gjerësia e një marrëveshje midis meje si kryetar i Lëvizjes Vetëvendosje dhe kryeministër në detyrë i Republikës së Kosovës me liderët e partive të tjera parlamentare, të konstituojmë kuvendin, të formojmë qeverinë dhe ta zgjedhim presidentin apo presidenten e re. Nuk ka kuptim që të mos bëjmë marrëveshje. Nuk ka kuptim që të mos bashkëbisedojmë. Në këto orët e fundit, ndërmjet fillimit të seancës për konstituimin e kuvendit dhe vazhdimit të kësaj seance, unë kam pasur takim, gjithashtu kam shkruar letra që ftojnë për takim, kam shkruar letra që japin përgjigje për qëndrimet në mungesë të takimeve, kam shkruar mesazhe telefonike për të takuar me lider të partive politike dhe unë nuk besoj që duhet të shpallim përpjekjet e dështuara apo të përfunduara. Unë besoj që ne duhet të vazhdojmë të përpiqemi, sepse kështu e kërkon kushtetueshmëria dhe kësaj pret populli i Kosovës prej nesh. Gjykata kushtetuese thot merruni vesh, bëni marrëveshje me aktgjykimet e saj. Qytetarët e Republikës presin që ne të merremi vesh, që të bëjmë marrëveshje. Prandaj edhe angazhimi e insistimi im do të jetë në këtë drejtim. Nëse unë kam barrën kryesore dhe përgjegjësinë vendimtare për formimin e qeverisë së re të Republikës Kosovës, si subjekt fitues, Lëvizja Vetëvendosje, me 53 deputet, gjithsej 62 edhe me deputetet e pakicave, konstituimi i kuvendit të Republikës ku janë edhe nënkryetaret, por sidomos zgjedhja e presidentit ose presidentes që duhet të jetë shprehje e unitetit të popullit, nuk është përgjegjësi ekskluzive e jona. Nuk do duhej kurse si të shkojmë në një seancë kuvendi për zgjedhjen e presidentit, ku aty do të jenë vetëm ulset e rreshtit të mesëm, ku është vetëvendosja me partner, me guxo e alternativën, me deputetët e pakicave bosnjake, turke, ashkali, egjiptian, rom, dhe gjithashtu deputeti Nenad Rashić, të vetmuara për ta zgjedhur presidentin e Republikës. Presidenti duhet të jetë mbi partijak, jashtë polemikave ditore, jo në këtë skenën aktuale politike, por një personalitet me karakter të dëshmuar, me vlera e merita profesionale e kombëtare. Prandaj edhe një herë u bëj thirrje kryetarit të PDK-s, Bedri Hamzës, kryetarit të LDK-s, Lumir Abdigjiku, kryetarit të Aleancës, Ardian Gjini, që të bisedojmë duke u takuar dhe duke u takuar të merremi vesh, të bëjmë marrëveshje politike për rrugën e përbashkët përpara, për hir të institucioneve të Republikës dhe popullit Kosovës e ardhmërisë të tij. Ju falenderoj shumë të gjithë juve, të cilët e keni ndjekur me përpikëri
edhe këtë vazhdim të seancës. Më falni, unë ju përgjigjem vetëm nëse bën ta përfundoj fjalën, ose ndoshta jeni me nxitim. Urdhëni. Vazhdimi i seancës përcaktohet nga kryesuesi i seancës konstituive, e cila ka filluar, por përfundon atëherë kur zgjedhet kryetari dhe 5 nënkryetarë. Aty do ta ketë një nënkryetar lëvizjeve të vendosje, një PDK, një LDK, një do t'jeti i pakicave jo sërbe dhe një i pakicës sërbe. Pra atëherë përmbyllet detyra e kryesuesit aktual, që është Avni Dehari si deputeti më i moshuar edhe në legjislaturën e 11. Unë nuk jam antar i gjykatës kushtetuese, nuk kam ambicie të tilla. Gjykata kushtetuese ka dhënë aktgjykimin e të kaluarën. Më duhet ta pranoj që të gjitha aktgjykimet e gjykatës kushtetuese nuk kanë koherencë të plotë, nuk kanë konsistencë juridike, por ato janë aty. Interpretimet i bën gjykata. Vendimet në formën e aktgjykimeve i bën gjykata. Kryesuesi e ka thirrur vazhdimin e seancës dhe unë jam përgjigjur. Kur të na thras herën ardhshme, unë po ashtu do të përgjigjem.